Një numër i konsiderueshëm pushuesish vendas kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar këtë fundjavë. Ata vinë me automjetet e tyre personale nga qytetet ndryshme, duke zgjedhur pikërisht perlën e jugut për kalimin e ditëve të tyre të pushimit. Nuk kanë munguar në Vlorë as turistët e huaj të kombësive të ndryshme, të cilët këtë fundjavë janë gjendur në qytetin e Vlorës, dikush me automjetin personal, e të tjerë me makina me qera. Kjo fundjavë është shfrytzuar për shëtitje në rivjerën e qytetit e nga qindra qytetar vendas që kanë një ditë pushimi, të cilët edhe ata vetë kanë përdorur automjetet personale. Ky fakt ka bërë që rrugët e qytetit të Vlorës të mbushen nga automjetet, duke shkaktuar bllokim të disa prej segmenteve rrugore kryesore e në shumë raste edhe trafik të rënduar. Jo vetëm kaq, por në këtë drejtim ka ndikuar po ashtu edhe mbyllja e aksit rrugor tek Albano e Romina, që po nënshtrohet të rehabilitimit dhe asfaltimit, si dhe qindra gropa të lëna hapur në mes të rrugëve, apo edhe mjete ndërtimi në mesin e rrugës, të cilat janë përkthyer në pengesë për qarkullimin rrugor. Nga njëra anë kemi qindra automjete në rrugët e qytetit, e nga ana tjetër kemi një sër pengesash në qarkullimin rrugor dhe rrugët e qytetit. Kjo ka bërë që disa prej segmenteve rrugore të Vlorës të jenë gjendur këtë të diel nën pushtetin e trafikut të rënduar të automjeteve. Tepër e vështirë ka qenë të qarkulloje me automjet pa u ndalur gjatë në trafiku në aksin transballkanike, e mes trafikut të rënduar edhe rruga Kosova që lidh transballkaniken me Lungomaren. Më pas po ashtu e njëjta situatë edhe në shëtitoren e Vlorës, qarkullimi rrugor ishte tepër i ngadalt e për shkak të kalimit të këmbësorëve. Me super trafik po ashtu edhe aksi Vlorë-Radhi-Morikum, i cili është prej kohësh një kantier ndërtimi. E pikërisht mes trafikut, çdo segment rrugor i cili të çon në drejtim të Bregdetit dhe Rivierës.